Valjev, medalisti I parë olimpik shqiptar, shpallët kampion botën në Gjermani. Çermen Valjev, mundsi 26 vjeçar dhe medalisti I parë olimpik në historinë e Shqipërisë, vijon shkëlqej në arenën ndërkombëtare duke dhuruar suksese të reja për flamurin Kuqezi në kampionatin botror të forcave ushtarake zhvilluar në Warendorf të Gjermanisë. Valjev triumfoi duke fituar medaljen e artë dhe duke kurorzuar kampion bote. Ky sukses vjen pas një periudhe të jashtëzakonshme për sportistin shqiptar, I cili ka treguar përkushtim, disiplinë dhe profesionalizëm në çdo garë. Valjev tashmë ka shkruar historinë e sportit shqiptar me medaljen e broncit në lojrat olimpike Paris 24 me titull kampion evropian, duke fituar vetëm pak muaj më parë. Veç këtyre arritjeve, Valjev ka fituar 2 medalje të arta në garat Grand Prix në mundje të lira. Ai ofruam në kombëtaren shqiptare nga trajneri I mundit, presidenti Sahid Prisreni, duke dhënë një rezultate mbretërense në skenën ndërkombëtare.